Përshëndetje miq të Basania Channel, jemi drejt për drejt në fushën sportive të Bushatit, ku pas pak momentesh do startojë java 5 e kategorisë 2 për sezonin 2025-26 midis vendasve të Basanias dhe miqve ditën e sotme të ekipit të Shirokës, një derbi i qarkut Shkodër që po i detyrohet shumë emocione ditën e sotme. Dy skuadrat të cilat rivalizojnë për kreun e renditjes dhe patjetër kanë ambicie shumë të mëdha këtë sezon në kategorinë e dytë. Pa u mbërkohë, ju prezantojmë informacionet e dyja skuadrave ditën e sotme, duke nisur me vendasit e Basanias që prezantohen me këtë 11. Në port Harusha, duke filluar më pas në mbrojtje Lesha, Hoxha, Shema dhe Nikšići. Në mesfushë vendosur Elbasani, Leka dhe Shima, ndërsa në sulm Mila autori 2 golave në barazimin e fundit 2-2 përballë Adriatikut dhe Kaçubela mbështesin sulmuesin kryesor Jurgen Gjini, trajner i skuadrës Bushatase i mirënjohuri Dervish Haxhi Osmanović. Në stol për skuadrën e Basanias qëndron Tafa, Muçejani, Puka, Zefi, Hazret Shimaj, Çelepia, Çezma, Baqina dhe Kofu. Ndërkohë, miqt e skuadrës së Shirokës prezantohen me këtë 11 me Lujkan, Dibra, Ruçi, Drabeja, Kenet, Leka, Vuce, kapiteni i skuadrës Bebeziçi, Tarek, Peko, Olamide, trajneri i skuadrës Shiroka Matias Tatangelo. Në stol për skuadrën e Shirokës janë Moja, Hasaj, Musaraj, Gjahysa, Dilaver, Jahja, Dulaj dhe Kristal. Gjyqtar kryesor për takimin e sotëm është Armir Çaushi, i mbështetur nga asistentët e tij Dorian Shkëmbi dhe Diamant Gashi, gjyqtari i katërt Geri Toska, delegat nga Federata e Futbollit Sabri Kalleshi dhe vëzhgues Ahmet Zani. Një derbi që luhet për herë të parë në këtë nivel kategorie, ku edhe për Shirokën ky është një sezon debutues ku duhet theksuar që ka bërë me të vërtet mirë në 4 javët e para të edicionit, me skuadrën e drejtuar nga Argentina si Tatangelo, që ka gëmuar 9 pikë në 4 javët e para. Ndërkohë do ketë 1 minutë heshtje para nisjes takimit në nderim të ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Fatos Nano. Ju ftoj ta respektojnë. Kryeministri ndarë nga jeta para 24 orësh, patjetër dhe kjo ka ndikuar edhe për shtyrjen e ndeshjes së kategorisë superiore dhe të parë që do luhen ditën e nesërme me një ditë, për shkak se nesër do jetë një ditë zgjedhje kombëtare në nderim të ish-kryeministit dhe ish-drejtuesit politik të Partisë Socialiste Fatos Nano. Për pak momente do startojë edhe sfida ku të dy skuadrat ditën e sotme patjetër pretendojnë përfitore. Dy ekipe, dy formacione që njihen shumë mirë lojtarët mes tyre, pasi shumica futbollistëve janë nga Shkodra, në dy kampet absolutisht një 11-sh me lojtarë gjithë shkodran tek Basania, ndërkohë që tek skuadra e Shirokës ka edhe 3 futbollistë huaj që janë formacion ditën e sotme, ndërsa pjesa tjetër gjithë nga qyteti i Shkodrës. E luhet topi parë këtu në Bushat me shpresën që të shohim 3 pikë për Basania për të rikthyer te fitores pas atij barazimi 2-2 javën e shkuar përballë Adriatikut, ku siç u thash protagonist ishte Albert Mila me dopjetën e tij, ndërkohë përforcimi më i fundit i Basanias ne duhet ta cilësoj përforcim pasi është pjesë e ekipit që në startin e edicionit, por një dëmtim e ka lënë pas, por tashmë është rikthyer duke lënë gjithçka problematikën pas. Është Vildan Kaçubela, sulmuesi Kraut Maj ditën e sotme që prezantohet për herë të parë si titullar në sezonin 2025-26, me shpresën për t'i dhënë patjetër një shkëndi tjetër sulmit Bushatas. Shimaj lejon avantazhin gjyqtari Çaushi aty me Milën që mban topin në krahun e majt. Mirë Mila mban topin zonë, fiton këtë këndore. E para për ndeshjen e sotme. Këmbgulës Mila duket se ato 2 gola patjetër kanë bërë shumë mirë sulmuesit e rikthyer pas një dëmtimi të gjatë. Po ato 2 gola kundër Adriatikut duket se janë një dozë morali e jashtëzakonshme për sulmuesin Albert Mila. Nga këndoria shkon për të ekzekutuar Egzon Shimaj për të shfrytzuar shtatlartet e Basanias. Topin zonë, largon aty Bebeziçi dhe në kthim Elbasani nuk është i saktë. Rreziku i parë në portën e Shirokës vjen nga Elbasani.
Ndërkohë që tek Shioka është një futbollist që sezonin e kaluar dha kontributin tek Basanja, siç është Flori Leka apo në të shkuarën ka qenë edhe Oltion Trabea, dy lojtarët e linjës majt. Ndërsa në stol është edhe Gjahysa, ish futbollist të ekipit Basanja. Dhe ka pikërisht Leka topin që tenton këtë goditje, por për të harruar goditja e tij, një mëngjas që tenton me djathtën. Ndërkohë që eksperienca nuk mungon në fush, eksperienca jashtëzakonshme mund të them. Nga një emër veç atij Erion Vucaj, që është pjesë e Shirokës, ish futbollist i Vllaznisë, Laçit, Flamurtarit, Superiore dhe shumë skuadrave tjera. Por në krahun tjetër është edhe Gjini, një tjetër sulmues i Basanjas me eksperiencë, apo për përmendur këtu edhe Dibën dhe Ruçin, disa nga emrat me eksperiencë fushën e lojës ditën e sotme. Topi shkon tek Ruçin kandidat që kërkon të gjejë atje Olamiden, që është ndoshta rreziku kryesor ku Hoxha dhe Shema kanë detyrën për ta mbuluar ditën e sotme. Topi kanë gjatë për Kenneth, që dërgon tek Olamide, që ka fituar këtë faul. Ndërkohë që përballja sotme është edhe një përballje trajnerësh huaj në stol për Basanja është i minjori Dervish Haxhiosmanović, ish kampion i vendit në sezonin 2000-2001 me ekipin e Vllaznisë nga Malizin, ndërsa në krahun tjetër tek Shioka një trajner nga Argentina si Matias Tatangelo. Një përballje trajnerësh huaj, shikojmë kush do jetë fitimtar ditën e sotme, apo ndoshta edhe një barazim ndeshja sapo ka nisur. Këtë goditje dënimi është Flori Leka për të ekzekutuar në krahun e djathtë. Merr vrull aty me Xhashi. Topin zonë atje, po drejt për drejt në duart Arushës, që kontrol pa problem. Dhe tenton të nis shpejt atje Leshën. Lesha kalon tek Shimaj, mjaft mirë. Ka shqetësimin e Lekës aty, që tenton thellësi atje Shima për Milen. E mban topin Mila. Topin zonë, ka Çubela me kokë. E let goditja aty. Goditja ka Çubelës. Kombinimet e bukura aty. Dhe Basanja tregon që është e etur për të synuar në sulm që në startin e takimit. Ishte një rast i volitshëm, patjetër ndoshta për të kaluar në avantazh, ekzekutimi i mirë i Kaçubelës, por goditja e lehtë e Bebezicit tenton atje për gjetur kanë djathtë Ruçin, por në mënyrë gabuar dhe topi del jashtë vija kufizuese. Ishte një kombinim i mirë aty Shimaj Mila që nxorrën po aq mirë Kaçubelën që u voll ndaj mbrojtjes së Shirokës. Megjithatë, goditja me kokë e sulmuesit të Iliris sezonin e shkuar, që nuk solli edhe aq probleme për Lujkajn, që kontrolloi sferën në qendër portës. Gjini në pas për Nikšićin, që pason tek Leka, i cili ndron lojë. Pason tek Hoxhaj. Lesha në krahun e djathtë. Mbyllet aty nga Leka, që fiton këtë rivënje anësore Basanja. Topi për Leshën krahun e djathtë. Djalo Shiri nga Akademia Vllaznia, një përforcim i merkatos verës. Olamide largon Shema me forcë atje për gjetur thellësi edhe Kaçubelën, që ka shqetësimin e Kenneth. E ban mirë numër 7. Kaçubela krosin zonë atje për gjetur Milen, mbyll Peku. Në kthim del Huçi Basani, megjithatë këmbgulës Kaçubela ka gjithnjë ai topin. Pason në të majt për Nikšićin, që kalon tek Mila me shpejtësi. Qefton mirë aty Kaçubelën, hapësira për të ngarë majt. Kaçubela zonë dhe ka mbyllur në mënyrë saktë aty Peku. Një top që ndoshta mund shkonte në rrjet. Aksion fantastik i Basanjas. Sërish protagonist dy Shashima i Kaçubela. Mila Kaçubela, më falni. Kombinime mjaft bukura në krahun e majt. Mila, luaj me shpejtësi kjo goditje këndor. Topin zonë aty. Topi shkon te Kaçubela. Goditja ti mbyllet sërish nga Ruçi. E vëmendshme, ngarkon Shema. Dhe topi në ansore i takon Basanjas. Megjithatë ishte një moment ku Basanja u gjen sërish zbuluar në prapavi dhe gabimet që kanë ndeshkuar edhe në shkuarën. Lesha kalon tek Gjini, mbyll Bebezici, por mbyll edhe atë tentativë
të ti Sheman mbrojtje. Kaçubela të ta nis me një herë Milen. Lujkaj, ka bon atë moment. Kontrolon Vucën në sfush. Ka shqecimin Elbasanit, largon Vuca e të rrezik. Topi tek Bebezici që nuk e kontrollon siç duhet. Megjithatë rikuperon Leka që ka shqecimin e Shimajt. Lesha mbron atë top për të marrë këtë ansore. Gjini lë pas për Elbasanin. Topi zona që mbyll Kenet. Ruçi. Ka bon pasimin e tij për gjetë Olamidin. Nikšići, tërpron mes dy futbollistëve aty. Topi tek Leka, që e mban mirë ndaj Ruçit. Nikšići, sërish për Kaçubela. Krosin zonë për mbyll Dibra. Edhe ai një eksperiencë, një vlerë në mbrojtje, qendër mbrojtje. Mila këmbgulës ndaj Vucës, gjithatë në ndihmë i vjen Kenet që largon topin pa adres. Shkon direkt në duart e Harushës. Minutat mira këto për Basanja që ka rrezikuar 3 herë në portën e Shirokës. Por pa rritur dot zhbllokoi shifrat që janë ende 0-0. Mi vetëm në 10 minutat e para të takimit, që duke si përmton ritëm dhe garë. Dibra mbyll atë top që përshkonte drejt Milës. Topi shkon tek Vucaj, që dribblon me klasë aty për një moment ndaj Lekës. Lejon avantazhin gjyqtari Çaushi. Leka. Kosimi ti për të harruar. Kosimi i Flori Lekës dhe kontrolot pa problem nga Arusha që nis shpejt atje Nikšići në kamën e majt. Qëtë Nikšići kërkon gjej Kaçubelën për më fort se ç'duhet ai pasim. Nuk e kontrolon dot sulmuesi me numrin 7. Vildan Kaçubela, nga i cili pritet me vërtet shumë. Ka parë karakteristikat e tij si një sulmues i shpejt dhe një goleshënues. Byu aty Hoxha ndaj Tarek, që është sot në ndihmë të sulmuesit Olamide. Dy futbollistët të huaj në vijën e parë sulmuesit të Shirokës. Kenet në krahun e djathtë për të rivën të top e duan lojë. Siç u thash, Shiroka ka marrë 3 fitore në 4 javët e para, duke bërë një start fantastik këtij kampionati. Leka ka shqecimin e Leshës aty, që dëtohet transferohet disi me Majtas. Mbyll aty mbrojtësi i Basanjas, ka vetëm rivënje me duar për Shirokën. Me duar është Drabeja. Gjen atje Tarek. Mbyll Mila. Sërish Drabeja, kërkon një tom zonë atje për gjetë Ruçin. Megjithatë paraprin Arusha gabon në një moment dhe mbyll aty në mënyrë shkëlqyer Nikšići. Një top që mund shkonte rrjet. Është vendimtar në ndryrën e tij tashmë Nikšići. Nga i gabimi i Arushës. Nga i top që u duk lehtë i kontrollueshëm, por ja që ndodhin gabime të tilla në futboll. Megjithatë i vëmendshëm në maksimum Taulant Nikšići, që luan rolin e portierit me këmbë. Duhet ndruar topi me sa duhet, pasi nuk është i fryrë sa që duhet. Kenet në krahun e djathtë për të ekzekutuar këtë ansore. E duar është e gjatë vënë për gjetur atje Tarek. Të përshkon tek Bebezici, goditja atij e lehtë. Arusha për të reorganizuar sërish nga prapa vija. Ishte mundësia e mirë aty e Ruçit, por Nikšići që mbyll në mënyrë fantastike. Basani lë me kokë pas për Gjinin që të blon mirë aty ndaj Pekut. Dërgon topi tek Kaçubela. Kërkon hapësira numër 7. Goditja ti! Përjiret me portën, i vëmendshëm Lujkaj. I rrezikshëm në çdo top që prek Kaçubela. Shema del Huçi në një moment, megjithatë mbyll Hoxhaj, që largon pa menduar dy herë. Nuk e llogarit dot kohën e topit siç duhet Kaçubela, që del Huçi në atë moment me kokë. Në pozicion ashtë loje Tarek, në topi përket Basanjas. Dy skuadra që po shfaqin dëshirë dhe jo për qëndruar pas apo ndenjë në mbrojtje, por dy skuadra që po tentojnë në portat kundërshtare.
tifoz cilët janë pranishëm rreth fushës. Mila byll aty Dibra me kokë. Olamide Nikšićin. Topi nuk del jashtë vija kufizuese. Mbajnë Kenet, po jo, me sa duket ka dalë jashtë vija kufizuese dhe i takon me duar Shirokës. Vucaj. Kalon tek Bebzici. Sërish Vucaj. Edhe ai shënoi në ndeshjen e javës shkaluar përballë Veleçikut. Para 2 javësh me falni, përballë Veleçikut. Ka fal aty të Elbasanit ndaj Lekës. Me shëllën gjyqtari Çavushi i bindur në vendimin e tij. Për të ekzekutuar shkon një ekspert i standardeve të tilla siç është Erion Vucaj. Patjetër nga një pozicion i tillë e kemi parë shpesh tentojë edhe portën. Në këtë mënyrë duhet jeti i vëmendshëm patjetër portieri Harusha. Në mur për Basanian do jenë 3 futbollistë me Kaçubelin, Shimën dhe Milën, të cilët pozicionohen nga Harusha. Shkojmë Vucajn. Numri 10 i skuadrës. Mervrullaj. Vucaj, goditja ati e gabuar për të harruar Erion Vucaj. E tentoi një goditje në port, por duket se këmbët nuk ju bindën ideve të tij. Topi përket në fundore portierit Harusha, cili nuk u vë as pak në provë nga kjo goditje e Vucajt. Basani, topi shkon tek Gjini, që tenton të lë pas për Shimën, por mbyllen nga Drabeja. Gjithatë mban Vucaj. Mes 2 futbollistëve, gjen aty pasim mjaft mirë për Kenet, që tenton një top gjatë për gjetur Olamiden, cili ka shkaktuar faul ndaj Shemës. Me duel e sipër, vrapim e sipër më saktë. Patjetër i pa qëllimshëm fauli i sulmuesit afrikan. Megjithatë, topi i përket Basanjas në këtë goditje dënimi. Është Shema që ngrihet pa probleme. Shema një topi gjatë atje për gjetur Milën. Topi shkon rastësisht atje tek Peku që kthem pas me kokë, i vëmendshëm Lujkaj. Hoxha mbyll ndaj Tarek. Topi shkon tek Leka, që dërgon djathtas pa menduar 2 herë. Peku son tek Leka, që le pas me finte, por rekuperon Shimaj. Hoxha i shkakton atë faul ndaj Olamide që i mori kohën mbrojtësit. I mori kohën mbrojtësit Basanjas me shpejt sulmuesi i Shirokës dhe në këtë mënyrë ka faul për miqt. Shiro ka për të ekzekutuar këtë goditje dënimin me Vucajn. Topi gjatë atje zonë. Grushton Harusha. Gjithatë topi në hyrje zonës. Kenet këmbgulës për tek Tarek që e kthen atje. Topi shkon tek Ruçi që ul pas për Lekën, goditja e tij devijohet nga Shema. Gjithnjë Leka. Vjen Kaçubela për ndihmuar mbrojtje. Topi në zonë sërish Tarek del Huç aty. Del Huç totalisht Tarek.
Një amulli në mbrojtjen e Basanjës, por që nuk konkretizohet nga Shiroka. Gabime në mbrojtje nga Basanja dhe gabime në sulm nga Shiroka, që pasuan njëra pas tjetrës. E topi në fundore për Harushën, që ekzekuton me forcë. Topin mes fush tek Elbasani, që nuk e ndëllon siç duhet. Tarek del jashtë vija kufizuese dhe topi në ansore për Basanjan. Lesha me duar. Kërkon Gjej Gjinin, me gjithë të mbyll Peku. Topi shkon tek Shimaj. Me Bezici. Shkëtuar faul. Për të ekzekutuar tek Basanja është gjithnjë Shimaj. Topi gjatë zonë. Patjetër do ishte rrezikshëm. Shimaj e ullet ai topi, i gabuar mund të thënë. Kuptoni Vucaj, që mundohet të reorganizojë këtë kundërshtim. Por ka shqetësimin e Milës, dueli 2 numrave 10. Kthehet pas Vucaj. Për gjetur një top gjatë atje që kërkon Ruçin thellësi. E ban brenda vej kufizuese. Lojtari kraut gjatë. Megjithatë vjen edhe mbyll Nikšići, vendosur mirë atje mbrojtësi kraut majt Basanjas. Gjini. Top gjatë atje për gjetur Kaçubelën dhe shfrytzuar shpejtësinë e tij. Mbyll Dibra. Topi në ansore. Ekzekuton me shpejtësi Kaçubela. Mila. Kaçubela. Krasimi për gjetur Shimaj, shtyon e dytë bëhet mjaft mirë, por nuk e kthen dot siç duhet Shimaj. Nuk e kthen dot siç duhet për Gjinin që po vinte nga prapa vija. E ishte një gjetje e Kaçubelës ajo dhe Shimaj e kontrolloi mirë sferën, por pasimi i tij jo i duhuri. Luika ekzekuton me fort për gjetur Lekën. Krahun e majt. Mban topi numri 7. Gjithë Leka, ka shqetësimin e Leshës. Leka. Mbyll mirë Lesha aty. Topi në ansore për Shirokën. Për të ekzekutuar shkon Bebezici me duar. Duke se merr Vrullaj për tentuar një top gjatë dhe të fort zonë. Me Bezici. Topi tek Tarek që kthen me kokë. Kontrollon Harusha. Pa problema aty. Nuk ishte askush për të shfrytzuar topin e kthyer nga Tarek. Harusha. Ekzekuton atje për gjetur Gjinin, por mbyll Drabea. Hoxhaj. Drabea dhe Shimaj, del fitues mbrojtësi kraut të Shirokës për një moment. Kombinon mirë aty Gjini dhe Mila. Si janë kanë majt dhe mbyll fund Dibra. Mbyll fund kredi Dibra. Ato kombinime të mira të dyshës sulmuese Gjini Mila. Shpër nga gjata ekzekuton me duar Lesha. Topi Johnson. Gjini e kthen pas me kokë, por nuk është askush për ta shfrytzuar. Del Luika dhe gërshton. Nuk e kontrollon dot siç duhet aty. Sulmuesi Olamide që ka shkaktuar edhe faul, megjithatë lejon limin e avantazhit aty Çaushi. Mila goditja e tij. Dhe topi shkon tek Shimaj, që ndonjë vija kufizuese krysimi i tij. Gjini, Dibra. Lekaj, Gjini! Goditja e tij dhe gjitur me shtyllën pingule, ajo goditja e Jurgen Gjinit. Gjitur me shtyllën pingule. E pa besueshme, pa fat Basanja dhe Gjini në këto momente. Mund të ishte momenti më i mirë për të kaluar në avantazh. Disa kombinime rrazi të Lekës, Shimajt dhe Milës, që nxorën të lira aty për një hezitim të mbrojtjes së Shirokës, Gjinin, i cili ndoshta duhet ta kishte shfrytzuar më mirë atë rast.
Gjithatë, Basanja është aty, po tregon Çartazi që ka ambicie për ta fituar këtë duel. Shemo, Olamide, përfiton nga përplasja e topit. Olamide, goditja e tij e lehtë me të majtën, e gabuar, kërkon një pasim në garën e majt Leka. Arusha. Ibra dhe Gjini, një duel me të vërtet interesant. Kachubela. Ka shqecimin e Kenneth atje. Vjen dhe mbyll mbrojtësi i Shirokës dhe i fiton këtë rivendje fundore. Topi për Lujkan në fundore. Gjithë jemi 0-0 minuta 26 e takimit. Basanja 0, Shiroka 0. Tarek shkanton këtë fal ndaj Elbasanit. Nuk janë dakord lojtarët e Shirokës më sa duket, por mendimi është marrë me Elbasanin që duket i nxehur me veprimin e sulmuesit të Shirokës. Shema ekzekuton me forcë atje. Dibra mbyll ndaj Gjinit. Dy shtatlarët e mbrojtjes së Shirokës dhe sulmit të Basanjas. Ruçi ka shqimin e Nikšići që ka shkaktuar faul. Në duket se ka karton të verdh për Taulant Nikšićin. Ka karton të verdh për Nikšićin. Faul në një zonë të voliqme tashmë për Shirokën. Ishte më i shpejt në atë moment Ruçi që shfrytëzon një nga karakteristikat e tij, pikërisht shpejtësinë. Topi goditje dërimi për Shirokën. Për të ekzekutuar pranë sferës shkon Leka me të majtën e tij. Vru aty Leka me të majtën. Shkojmë të preferoj një goditje apo një cross zone. Leka, goditja ti, drejt në port dhe rrezikshme ishte. Rrezikshme ishte i ekzekutimi Lekës. Fluturoi Arusha, por goditja ishte me të vërtetë e bukur. Rrezikon Shiroka në këtë moment. Kenneth largohen atje. Lesha dhe Leka. Ka shkëtuar faul Lesha për një shtyrje ndaj Lekës. Topin mes fush. Fiton metra tashmë Shiroka. Pranë topit është Peku për të ekzekutuar. Top atje për Olamide, mbyll Hoxhaj. Topi shkon tek Vucaj. Në duel me Kachubelën. E marrë gjithë Vucaj. Këmbgulës ai. Goditja e tij me të majtën e gabuar e Vucajt. Që jo rrallë herë kemi pa që një gol të tillë spektakular nga distanca. E tentoi edhe kësaj rrallë, por pa sukses. Topi sërish në fundore për Harushën. Topi djash vijave kufizuese dhe në rivendje anësore për Shirokën me Kenneth.
Mila të ndërhyrje e saktë e Vucajt. Topi në Ansore. Kachubela. Gjini kthen pas me kokë për Nik Shiqin, që ka shqetësimin e Olamides. Shiqi duhet bëj patjetër kujdes sepse ka një karton verdh. Megjithatë topi del disi me fat për Olamiden. Mbyll Leka në fund. Ndim mbrojtjes. E vjen një Ansore sërish për Shirokën, që fiton metra. E Kenneth që do ekzekutoj me duar. Shema. Harusha largon për tek Kachubela, që nuk mendon dyer dhe largon rrezikun nga zona e tij. Mundësia e riorganizimit për Basanjat. Shimaj ka shqetësimin e Bebezicit dhe Drabeos. Kthehet disi pas Shimaj, patjetër pa pika pasimi. Kërkon gjë atje Milen, por mbyll Kenneth. Ruçi. Topi për Tarek, dukshëm pozicion jashtë loje dhe aksioni nuk vlen për Shirokën. Vucaj mbyllet top të Hoxhaj. Tarek kërkon gjë thellësi atje Ruçin që kërkohet shpesh. Patjetër për të vënë vështirësi ndoshta edhe Nik Shiqin që ka një karton verdh. Topi në këmbët e Shemës, që ekzekuton me forcë. Gjini fiton duelin ndaj Pekut aty. Megjithatë, Shimaj ishte i vendosur në qendër dhe nuk u pa që krahu i majt ishte bosh. Elbasani gabon atë pasim për gjetur Lekën. Leka ka shkaktuar faul. Ka shkaktuar faul ndaj Bebezicit. As pak i bindur. Claudio Leka. Kërkon sqarim me kapiteni Shimaj, patjetër tek gjyqtari Çaushi. Për të ekzekutuar Vucaj. Topi gjatë atje, kontrollon Harusha pa probleme. Që nis Kachubela. Kachubela. Top thellësi atje për gjetur Shimaj. Del Huç Drabea një moment. Lujkaj gabon aty. Gabon Drabea. Mund ta shfrytëzonte më mirë ndoshta Shimaj, por ishte Lujkaj që nuhati atë top duke i paraprirë kapitenit Basanjas. Gjini. Leka i gabuar i krosim për gjetur Kachubela në shtyllën e dytë. Gjithnjëri i rrezikshëm Kachubela me këto topa pas pinë dhe patjetër Shimaj që nuhat mjaft mirë ato zona, por ishte Lujkaj që i parapriu në këtë moment. Patjetër duke njohur karakteristikat e njëri tjetrit si Kachubela dhe Shimaj kërkojnë shpesh njëri tjetër në këto diagonale. Elbasani. Gules Elbasani ka bon atë pasim që përplaset disa herë tek futbollistët e Shirokës dhe ka marrë një goditje në fytyrë Tarek. Patjetër loja duhet ndalur disa sekonda, por me sa duket fatmirësisht është mirë futbollisti i Shirokës dhe s'ka as pak probleme për të. Minuta është 31 të takimit. Basanja 0, Shiroka 0, java 5 e kategorisë 2 për sezon 2025-26, por duhet patjetër ndihma mjekut për Tarek që duke se ka rrjedhje duhet patjetër ndihma e Safit Meksor.
Doja për të rinisur nga këmbët e Luikaj. Që ekzekuton me forcë. Elbasani. Dibra mbyllet top që përshkon dhe drejt Gjinit. Ruçi. Vjen Elbasani dhe mbyll. Vucaj tek Olamide kalon topin. Këmbgule sulmuesi. Po ja merr topin pa fal aty Elbasani. Gjini tenton gjetje gjatë Kaçobelën. Ka shqetësimin e Kenneth, që e mban momentalisht topin dhe largon me forcë atje në drejtim sulmuesve të tij. Është i shpejt Olamide që e mbërrin atë top, por e rekuperon me zgjuarësi Shema. E rekuperon mjaft mirë Shema top. Elbasani. Topi për Gjinin. Gabon atë pasim për të gjetur Shimajn. Pa tjetër duke pasur edhe shqetësimin e dy futbollistëve të Shirokës. Me duar Drabea për gjetur Olamide, që e le me thëmbër aty. Dhe Shema dhe mbyllë. Nikšići. Dibra për të rinisur shumë tjetë ma të godit me kohë dhe vjen ajo goditje e Tarek dhe topi ka shkuar në rjet. Topi ka shkuar në rjet. Ajo gaf në mbrojtje por edhe në port e futbollistëve Basanjas. Topi ka shkuar në rjet. Kalon në avantazh Shiroka me një aksion pa shumë pretendime. Basanja 0, Shiroka 1. Autori golit Tarek. Pa tjetër nga një naivitet në mbrojtje dhe në port e ekipit Basanjas dhe në këtë mënyrë merr avantazhin skuadra e Shirokës. Disi mënyrë çuditshme, megjithatë, shifaqan Basanja 0, Shiroka 1. Autori golit Tarek, që ka ngelur edhe i dëmtuar në këto momente. I cili edhe fal 7 lartësisti përfitoi nga ajo gaf mund ta cilësoj e Basanjas dhe kalon në avantazh tjetër. Aksione pa pretendime ku Basanja është dashkuar vazhdimisht që nga sezoni shkuar, nga tilla episode, nga tilla aksione, nga këto momente loje. Pa tjetër duhet të zerë mësime pasi të kjo është atë shumë dhe të pësosh me një rast, me një gjysmë rasti mund të cilësoj. Është disi e pa pranueshme, por futbolli duket se është i tillë. Për të rinisur është Gjini. Topi gjatë dhe për gjetër Kaçobelën, mbyll Dibra. Kontrollon Leka me fush. Le pas topin për Leshën, që kërkon gjeja hapësira nga gjatë, shkakton këtë faull ndaj Lekës, që ja rikuperoi atë top pa faull. Drabea për të rivend topin loj. Nikšići. Elbasani. Për të Kaçobela, që nuk e kontrolon dot siç duhet atë top dhe e kërkon të më në thellësi. Dhe jo aq pas.
Kenet. Fiton këtë ansore Basanja, me shemen që del fitues ndaj Olamides. Basani dhe ka top prekur me dorë nga Ruçi në atë rrëzim e sipër. Ka faul në favor të Basanjas. Shema. Topi gjatë i tij. Gjini, mbyll Kenet. Vuçaj dhe Mila. Ka shkaktuar faul ky i fundit. Dueli 2 numrave 10. Disa raste prodhuara nga Basanja në 20-25 minuta para të lojës, të pashfrytzuara dhe një rast që paraqit kundërshtarëve dërgojnë rrjet. Një rast i dhuruar. Megjithatë, çfarë ka rëndësi, gjithnjë është rezultati në futboll dhe jo loja apo rastet. Dhe rezultati momentalisht po e merr Shiroka me rezultatin 0-1. Dibra. Topi gjatë të përgjetë Ruçi, që ka shqetësimin dhe mbulimin e rrep të Nikšićit, që mbron atë top. Shema shkelmon me forcë atje. Dakor, do ketë një zëvendësim me sa duket të detyrueshëm për Shirokën. Dulej përgatitet të futet fushën e lojës pas pak çastesh. Shikojmë kush do jetë lojtari që do zëvendësoj. Kaçabela. Kursimi zonë atje devijohet. Peku largon. Lesha. Leka, më falni. Kalon tek Shimaj. Ky fundi fton Leshën kanë atje. Kontrollon mbrojtësi. Kursimi i tij mbyllet nga Drabea. Vjen në këto momente zëvendësimi, shikojmë këtë do zëvendësoj Dulej. Duket si do jetë Vuçaj. Është Vuçaj, duket se një dëmtim e ka të pamundur ta vijojë kapiteni i skuadrës Erion Vuçaj. Vendin e tij do jetë Dulaj. Një tjetër lojtar cilësor. Duket se ka pasur një tërheqje për Vuçaj. Topi me duar. Elbasani. Skuto me forcë atje, mbyll Bebeziçi. Leka. Drabea. Tashmë me shiritin e kapitenit ka pas largimit të Lesha. Ka fal atje të shkaktuar nga Drabea në dëm të minuta është e 40-ta. E 40-ta minutë. Dhe rezultati është Basanja 0, Shiroka 1. Në minutën e 35 ishte Tarek që kaloi në avantazh miqt. Goditje dënimi për Shimaj dhe duhet respektohet distancën Dulej. Shkojmë pas qëndron Shema. Dhe ko Shimaj. Kursimi zonë dhe Lujka atë që para prin Elbasanit. Nikšići, kasisimin e Lekës që ka shkaktuar faul. Ka shkaktuar faul Leka aty ndaj Nikšićit, cili ka ngelur edhe duket i dëmtuar nga një dorë në fytyrë dhe jo nga një ndërhyrje. E ka një këshillim për Lekën.
Mila. Topi gabuar aty, dhurojnë këtë anësore për Shirokën. Mila, topi gabuar për gjetur Kachubelën. Topi i takon miqve që nisën shpejt atje me Tarek. Byll Hoxha të pasim, Rëshqet Shema, Olamide. Topin me sfush, Bebezici. Byll Shema të top të me sfushoj me numër 8. Elbasani, mundohet nis atje në thellësi Kachubelën që është i shpejt, por mbyll Dibra. Me eksperiencë vendosur mirë Kledi Dibra. Topin anësore për Nikshicin. Kachubela. Nikshici. Të plomia aty nda dulet. Kërkon hapësira, ka fal, në fund shkaktuar nga Peku. E me se duke është thjesht anësore dhe jo godit të dërimi. Nikshici. Byll sërish Dibra. Në lider në prapa vi. Gjini, pozicion tregut është. Nikshici. Pritet krosimi ti mbyllet nga Ruçi. Topi i përket sërish Basanjas në anësore. Gjini. Mbyllet nga Ruçi. Shema. Largon atje me fort për të hedhur një top gjanë zonë. Mila e merr mirë top, por në momentin e dytë Dibra i vendosur siç duhet. Olamide. Ka fal ndaj tish, me sa duket jo. Nuk është fal, është thjesht anësore për Basanjan. Olamide tribon 2-3 futbollist aty, vjen Hoxha në fund dhe mbyll. Topi në anësore për Shirokën. Me duar e kamën e gjatë Samet Ruçi. Byll Nikshici. Topi tek Bebezici, që këllon tek Leka. Ka shqecimin e Leshës dhe Lekës, Floj Lekës. Në fund ka falë, shkaktuar nga sulmuesi katë majtë të Shirokës. Elbasani. Topi i përket Basanjas në krahun e gjatë. Të goditje dënimit, ndërkohë që ka 1 minutë shtesë. Bëhet me dje nga gjyqtarët e takimit në përfundim pjesës parë, ku duhet themi që loja me të vërtet nuk ka se ka pasur ndalesa të mëdha. Dhe vjen këtu vëshëllima e gjyqtarit Çaushi për t'i dhënë fund fraksionit parë të lojës. Mbyllet në Bushat, në shifat 0-1 Basanja Shiroka, autori golit Tarek në minutën e 35. Ne do dëgjojmë pas 15 minutave të pushimit sërish me transmetimin live në Basanja Channel.
Rikthehemi sërish miq në Basana Channel drejt për drejt në fushën e Bushatit me javën e 5 kategorisë 2 sezonit 2025-26 ku pas pak çastes do vijoj pjesa e dytë midis Basanjas dhe Shirokës. Pjesa e parë lojës e mbyllet në avantazhin e miqve, rezultati 0-1. Autori i golit ishte Tarek në minutën e 35 të takimit. Ndërkohë Mesasho nuk ka ndryshime në formacionet e skuadrave me përjashtim të Vucaj që ka lënë fushën e dëmtuar për të lënë lojën Dulajt e Mesasho ka ndryshim tek Basanja. Shohim ndryshim tek Basanja dhe është Shema që ka lënë fushën edhe ai i lënduar. Lojtari që do aktivizohet duhet Kofu për të dhënë forca vije sulmuese. Dhe me futjen e Kofus në fush për Basanën rreshton kështu Arusha, Lesha, Shimaj në mbrojtje tashmë së bashku me Hoxhajn, duke formuar dyshën e qendrës, Majtas Nikšići në mesfush Elbasani, Leka dhe Mila, ndërkohë në sulm Gjini i mbështetur nga Kofu dhe Kaçubela. Në krahun tjetër vjon portieri Lujkaj, Ruçi, Dibra, Kenet, Drabea, Bebezici, Dulaj, ndërkohë Olamide fiton këtë goditje këndi, mbyllet aty nga Hoxhaj. Bebezici, Peku, Leka, Olamide, autori golit Tarek janë informacionit startues të Shirokës që si që theksova në pjesën e parë takimit i ka bërë një nisje të shkëlqyer edicionit. Ka këndoja tashmë është Dibra, ndërkohë ka ngelur i dëmtuar Shimoj aty. Nuk e kuptuam çfarë ndodhi. Duket një problem në një përplasje aty me një kundërshtar. Por situata duket e qetë, nuk duket se ka një polemik mes futbollistëve. Nështë një shkelja apo diçka e tillë, patjetër ndoshta jo me qëllim. Duket se Shimaj e ka me një futbollist aty. Dhe duket se është Olamide. Dhe kërkon sqarime. Gjyqtari Çaushi që i thret të dy futbollistët për të rivën paqen në fushën e lojës. Patjetër në një moment ku fair play është totalisht i pranishëm fush. Rikthehemi tek loja dhe është Leka që ekzekuton këtë këndore. Topi në shtyrën e parë, mbyll Lesha. Kthen Dulaj. Largon Kofu. Topi pa i prekur për të. Mila. Fton sërish Kofu na qen. Thellësi, mbyll Drabea. Olamide dhe Shimaj. Derfituar sulmuesi Shirokës dhe ka fal fund të shkaktuar nga Shimaj. Karton i verdh për të. Karton i verdh për Exon Shimaj. Dhe kërkojnë karton të kuq aty. Futbollistët e Shirokës. Por i vendosur gjyqtari Çaushi. Ka moment konfuzioni aty, rëmuj. Megjithatë, ka vetëm goditje dënimit dhe karton verdh për Shimajin.
Bebezici dhe Leka, Flori Leka pranë topit. Shohim kush do preferohet, e djata Bebezicit apo e Majta Lekës. Pozicioni është i favorshëm për tentuar një goditje në port. Merr shumë kohë kjo goditje dënimi. Patjetër gjithat që marrin qenim nga gjyqtari Çavushi dhe ekipi i tij, skuadrës së gjyqtarëve. Leka, goditja ti për të harruar shumë lek portës së mbrojtur nga Harusha, cili kontrollon trajektorin pa probleme. Nuk vlen goditja e dënimit. Dulej. Topin zonë atje, mbyll Elbasani, i rikthyer tashmë në mbrojtje, pasi i ndeshkuar me kartonin verdh nuk do rrezikohet Shima në atë pozicion. Cili është ngjitur sërish lart për ndihmuar pjesën e mesfushës. Drabea. Gjen Olamiden që lë për Lekën, ka shqimin e Leshës aty dhe ka pozicion jashtë loje për Lekën. I sinjalizuar nga Ansori Shkëmbi. Dulej. Të në thellësia atje Tarek, autorin e goli. Ka shqecimin e Elbasanit dhe mbyll aty mbrojtësi i Basanjas. Ekranu majt për të ekzekutuar merr kohën e tij Drabea. Ruçi. Nikšići mbyll top që përshkon drejt Dulej. Bebezici e qetëson në një moment, por në momentin e dytë kërkon thellësi Dulej, që fiton të duhet ndaj Nikšićit. Vjen dhe mbyll Hoxhaj, që mban brenda vija kufizuese. Leka për Gjinin. E lë pas për Milen, që kërkon atje thellësi Kaçobelen, por topi devion nga Dibra. Ruçi, Leka. Duhet të riorganizohet Basanja. Gabon atë pasim Leka. Tarek. Topin zonë për Dulej që godit me një herë, por e rrezikshme ndoshta. Goditja e tij, ekzekutimi bukur. Topi nuk i bindet siç duhet. Numrit 14. Elbasani. Kontrollon për ta larguar top. Topi sërish në Ansore për Shirokën. Duhet të respektoj distancën. Drabea. Lesha mbyll aty ndaj Lekës. Topi përket Basanjas në vendin me duart tashmë.
Rënduar topi. Lesha. Dibra mbyll aty. Ka faul me përpara, shkaktuar nga Gjini. Drabea. Për gjetër Dula i thellësi. Mikshiqi. Olamide. Ka vetëm rivenje anësore për Shirokën. Kontë faul Dula i fillimisht dhe më pas Hoxhaj, por ka vetëm anësore për Shirokën. Asgjë më tepër. Basani largon me forca aty, por nuk është askush në atë zonë ku është dëguar topi. Drabea e mbarë me zjuarësi aty, fiton këtë rivenjë anësore. Topi për Elbasanin krahun e djathtë. Kërkojnë një topi gjatë atje. Vjen një tillë. Dibra, byll aty. Leka, topi kthyer. Rekupron Bebezici. Pa faul aty. Që kërkon gjetë thellësi Tarek, që është pozicion pa rregull. Pozicion pa rregull Tarek. Kontrolluar mirë pozicionin e sulmuesit të Shirokës, mbrojtësit e Basanjas. Shimaj. Tërbërë mirë aty ndaj Lekës. E lë për Leshën, por në një kohë vonesë mbrojtësi ka djallë. Gjithatë, topi është në anësore sërish për Basanja. Lesha. Ekzekuton shpejt me duar për Gjinin. Nuk ka faul për të. Topi në anësore për Shirokën. Ka ngelur aty aksioni i dyja skuadrave në atë zonë. E gjithçka vjen të jetë 0-1 në favor të miqve. Me një gol që po përcakton gjithçka në këto momente, të shënuar nga Tarek në minutën e 35 të takimit. Gjini nuk kuptohet si duhet të dy me Shimaj dhe topi në fundore për Luikajn, cili duket se e merr me qetësi, por shkon Shimaj për të dhuruar top. Luikaj. Dulej. Këthen pas me kokë për Uqin. Që kërkon gjenë thellësi atje. Tarek. Topi për Harushën. Në në avantajin aty. Krishtaj Qaushi. Lesha. Të gjatë për gjetër Gjini dhe në hush në moment Gjini dhe Kenneth në momentin e dytë. Kofu. Ende një aksioni mirëfill nga nga Kofu me Basanja që është shumë konfuze pjesën sulmuese. Shimaj. Kërësimi zonë për qëtër milën dhe vjen nga ty. Luikaj. Kofu e merë topin. Nuk konkretizon me një goditje. Kofu mund ta kishte zgjidhur ndryshe atë moment. Si Gjini dhe Kofu
më altruist se ç'duheshin të dy futbollistët. E falin, mund të them, një rast tillë. U vënuan më shumë se ç'duhet Gjini, ndoshta në pasim u tregua më altruist se ç'duhet në atë moment. Ndoshta mund të tentonte një goditje dhe Kofu u vënua si ç'duhet dhe Ridulaj dhe mbylli. Dibra mbyll mirë aty ndaj Gjini. Kofu shkakton falsun ndaj Pekut. Topi i përket Luikajt në zonën e tij. Shimoj. Vjen Drabea dhe ka shëntuar këtë faul. Dueli dy kapitenëve. Shkakton faul Drabea. Tjetër një faul në inercie sipër mund të them, pa dashur ke një ndërhyrje të qëllimshme nga ana dy futbollistëve, por topi i përket Basanjas dhe kartoni i verdh për Drabeen, për ato ngritje takash më shumë se duhet. Pranë topit për të ekzekutuar Leka. Leka, topi gjanë zonë atje. Gjini, mbyllen nga Dibra. Zotëra Mila, mes dy futbollistëve. Ja merr Peku në fund. Tarek mundohet të kundër sulm atje Olamide, që ka hapësira, është i vetëm. Olamide. Vjen Nikšići për ta ndjekur. Olamide si shpejt goditja ti. Kalon gjithë pasqyrën e portës. I nervozuar edhe duli priste një pasim, por Olamide vendosi një goditje. Nuk e shfrytëzon do të kundërshum skuadra Shirokës, që mund të dyfishonte shifrat dhe jete takimin një tjetër drejtim. Patjetër duhet gjej reagimin Basanja sa më shpejt jetë mundër, pasi minutat po kalojnë. Duli tek Olamides është. Shpejt aty, tribon sa ndaj Hoxha, vjen Hoxha për të mbyllur Olamide i vetëm dhe e ka dërguar rrjet. Olamide, një aksion totalisht individual i sulmuesit me numër 9, që fiton duelin ndaj mbrojtjes së Basanjas dhe dyfishon shifrat. Basanja 0, Shiroka 2. Autori i golit Olamide. Aksion individual i cilësive totalisht tia. Dyfishon shifrat Olamide. Pas atij momenti egoizmi sërish i shfaqet përballë Harushës dhe dyfishon shifrat. Basanja 0, Shiroka 2. Dhe në këtë mënyrë gjithçka bëhet më e vështirë për ekipin nga Bushati. Absolutisht më e vështirë. Elbasani. Dulej. Topin thellësi për gjetur Tarek atje. Është i shpejt, i paraprin atje Harushës, por nuk ka më fush për të. Topi është në fundore. A dy shumë shpejt Tarek dhe Olamide, që po shfrytëzon maksimum medaljet e tyre në sulm.
Leka. Simi tek Gjini. Mila. Kërkohet Kacubela, që është kërkuar shumë pak në këtë pjesë dytë. Ruçi ka fituar fare ndaj sulmuesit në numër 7. Pranë topit duket se është Mila. Që duhet pres vëshëllimin e gjyqtarit Çaushi. Shkoj Mila, pozicion mund tjetë i mirë për një goditje. Shkoj çfarë mund sjell diçka ky rast. Pesë futbollistë në murin mbrojtës së Shirokës. Vendosur nga portieri Luikaj. Mundësia është e mirë për të rihapur sfidën. Mila. Autori 2 golave në ndeshjen e fundit ndaj Adriatikut e bazuar 2-2. Shkojmë, Mervull Mila. Goditja e tij në mur plaset. Topi sërish zonë atje. Ne heziton një moment Luikaj largon në fund. Olamide, topi në goditje nga këndi. Topi kishtë ndalë jashtë, vjen kufizuese tashmë. Goditja ishte kur aksioni kishte përfunduar. Topi në këndore për Basanjan. Ishte një duel Olamide Hoxhaj. Nga këndorja Shimaj për të ekzekutuar. Do të themi realitetin që Basanja ka përruar shumë pak raste në pjesën e dytë. Kacubela. Kosin zonë atje përfituar Kofu. Është i pasa goditjen e tij me kokë. Momenti mirë. Aksioni mirë në ka ku ekzekutua me shpejtësi ajo goditje këndi. Por Kofu i pa sakt në goditje me kokë. Luikaj nga fundorja. Kenneth zjera të top shot për Olamiden para pring kësaj rradhe Harusha, që duke se ka ngelur disi dëmtuar nga ajo tërheqja e këmbës që bën. Mila. Topi në ansore për Shirokën. Do është mënyrë tillë gjyqtari Çaushi. Së bashku me ndihmësit e tij. Trabeja në krahun e majtë. Topi për të Tarek. Që mban mes dy kundërshtarëve, vjen në fund Leka dhe rikuperon. Shimaj. Topi gjatë atje. Për të kërkuar Kacubelën. Mbyll Dibra në momentin e dytë. Shimaj. Leka. Kthen pas disi për Nikšićin, që ka shqetësimin e Bebezicit. Mbar mirë Nikšići. Triblon aty në momentin e dytë sërish ndaj Bebezicit, që ka shkaktuar fare dhe pranon diçka të tillë. Goditje dënimi për Basanjan.
Topi luhet shpejt për tek Lesha. Për gjatë atje për të kërkuar Hoxhaj. Mila, goditja ti e gabuar. E ishte një momenti mirë për të rrezikuar, ma top të kthyer, por goditja Milës jo e saktë, e pa rrezikshme për portierin Luikaj. Shumë larg portës së Shirokës. Minuta është e 68-a. Basanja 0, Shiroka 2. Ato e gola Tarek dhe Olamide. Mila. Këkthes e gabuar sërish të Milës. Asnjë rrezik nuk sjell për portën e Shirokës. Në ndeshjet e tjera mund të theksoj Sopoti po bazon përballë Atletico 1-1. Luftëtari po mposh Veleçikun 2-1. Vezeni po fiton ndaj Luzit 1-0. Tërbuni Besida 0-2. U hesh në këtë mënyrë Besida me 13 pikë, ndjekur nga Shiroka me 14 pikë pas 5 javëve. Dhe është me të vërtet surpriza e këtij kampionati Shiroka. Dhe në këto momente. Olamide. Në pas me themi për Dulaj. Rapsiraj. Dulaj. Kështimin e Hoxhajt. Topi në ansore për Basanja. Dulaj, kapsia për të. Ka shqecimin e Nikšići që e mbyll. Gjithatë topi sërish tek Dulaj. Kofu. Në kërpron atë top në hyrje e zonës. Të tonë nxjerr atje për Kaçubele, kuptoni idenë e tij Ruçi. Nikšići. Peku. Lesha, gabon në atë pasim Peku. Shimaj. Shkam që fa mund si ky aksion, Shimaj, kam shtetën e Leshës ka në gjatë, për të është topi. Cili fiton këta ansore, pasi mbyllen nga Drabeja në të krosim. Ndërkohë ka një zëvendësim, është Nikšići, që largohet dhe në fushë do jetë Puka. Eloj Puka. Basani me duar. Mbyll Drabeja. Olamide. Është i shpejt aty, e kalon bukur ndaj dy kundërshtarëve, shumë i shpejt. Olamide ka hapësira për të. Gjithnjë Olamide, kutia e tij dhe dërgon në rrjet. Olamide. I jep fund sfidës, mund të themi. Në qoftë se ka fituar kush këtë ndeshje është Olamide. Individualisht shumë i fort, shumë i shpejt, shumë teknik. Dhe vendos Olamide. Dërgon shifrat në 0-3. Basanja 0, Shiroka 3. Autori golit Olamide, i dyti personal për sulmuesin. Në këtë mënyrë, sfida merr drejtimin e 3 pikëve për skuadrën e Shirokës. Basanja 0, Shiroka 3. Një sfidë që nuk mendoj e tillë në startin e takimit, por me sa duket futboll asnjëherë nuk ka diçka që mund ta parashikosh, prandaj është edhe aq i bukur. Olamide ka ngelur me sa duket i dëmtuar, dhe të loja vijon. Duhet ndaluar loja pasi Olamide qëndron i shtrirë dhe vjen në fund kërvështrim me gjyqtari Çavushi për të stopuar lojën.
Ka një zëvendësim tek Shiroka. Drejt Olamide që do dalë dhe në fush Musaraj. Olamide dhe Musaraj në fushën e lojës. Pa tjetër, një uj 3 pikëve sot për Shiroken. Olamide, do pjetë e ti. Një futbollist me cilësi për të vlerësuar. Kofu. Shimaj, goditja ti. E devijuar. Vjen Dulaj dhe mbyll atë top që përkthej tek Puka. Puka dhe pas atë top për Kaçubel. Mbyllin 2 fanelat bardha Kaçubel. Musaraj. Dulaj tenton gjendje si atje Tarek. Ka shqetësimin e Elbasanit. Por kam gules Tarek, fiton atë duel. Mjaft mirë tribuna ndaj të Pukës. Hoxhaj. Për Shimaj. Ka shqetësimin e Drabeas që ka shkaktuar faul. Kaloi duhet pas pak moment se Hazër Shimaj. Leka. Sa topat gabuar mes fush. Megjithatë, sfera shkon tek Elbasani. Të Bixhatit i përgjetur Gjinin. Fauli Drabeas aty ndaj Gjinit. Rabea! 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 Dakor që ka 2 zëvendësime. Dhe Leka që largohet në vendin e tij Shimaj dhe largohet edhe portieri Harusha në vendin e tij portieri Tafa. Duket se një dëmtim e ka shqetësuar Harushën. Për të ekzekutuar këtë goditje dënimi është Shimaj që afrohet. Të Bixhatit i kalon gjithë pasion e portës, por në fund është Ruçi që mbyll. Në fush pas pak momentesh duhet dhe Hasaj, shkon futbollistin që do dal. Duket se është Drabea. Drabea futbollisti që largohet. Futbollist që aktivizohet është Hasaj. Edhe ai një ish futbollist i Basanjas sezonin e shkuar, gjysmën e parë sezonin e shkuar. Kosimizon. Dhe futbollist e Basanjas. E Shirokës. Hasaj ka bona pasim për gjetur Dulaj. Kofu. Shimaj. Ka zgjer për të mënyrë të zonës. Hoxhaj. Topi tek Mila. Që kontrol goditja ti e gabuar. Ajo kthej se Mila që ka marrë devim me sa duket. Dhe do ketë goditje dënimi. Goditje këndi. Për të ekzekutuar nga këndoja në shpejtësi shkon Kaçubela. Minuta që shënohet është 78. Kaçubela, krosin zonë.
Kofu nuk arrin dot topin. Gjatë mban brenda vija kufizuse. Puka. Kosimin zon. Gjetu Shimajn. Hoxhaj. Rekuperon topin Leka. Që nis aty Dulin. Që pason tek Musaraj. Duel me Leshen. Bën në një moment mbrojtësi Basanjas. Gjatë rekuperon Musaraj. Pason pas tek Dulaj. Shimaj aty që rikuperon, por këmbulles Dulaj, por me faul në fund. Faul i shkaktuar nga Elidon Dulaj. Bebezici. Fiton metra aty ndaj Elbasanit. Vjen dhe mbyll në momentin e dytë mbrojtësi Basanjas. Faul për të. Shkaktuar nga Bebezici. Shimaj. Kofu. Topi tek Gjini që e mban mirë dhe Kenneth tenton ta kthejë në zonë, por askush për ta shfrytzuar dhe kupton atë pasim ti Luika në shtyllën e parë. Takimi duket se ka marrë drejtimin e tij dhe 3 pikët po shkojnë në favorin e Shirokës. Kujtemi 10 minutat e fundit kohës rregull me Basanjan që e ka të vështirë për të reaguar. Lesha. Topi tek Shimaj. Ruqi. E bon pasimin e tij për gjetur Dulaj. Mila. Kofu. Vjen Peku aty, pa fare dhe rikuperon atë top. Elbasani. Ka faul të Tarek shkaktuar ndaj. Nëse duket është me par faul, është tek dueli Musaraj Elbasani. Topi përket Basanjas. Hoxhaj. Elbasani. Topi tek Lesha. Vjen aty për të mbyllur Hasaj. Dueli 2 numrave 17. Në fund ka shkaktuar faul Lesha dhe topi i përket Shirokës. Për të ekzekutuar topin Kenneth. Topi në fundore për Tafën. Kenneth largon topin. Leka mundohet ta bëjë brenda vijë kufizuese, por jo, topi i takon Basanjas. Shimaj. Topin Karamajt për Kaçubel. Kthen pas për Pukën. Shimaj, mes fush. Pason tek Mila. Qëfton Majtas Kaçubel. Topin zonë për gjetur Gjinin. Goditja ti me koke, let. E gabuar jo në kuadratin e portës.
Musaj tenton goditjen, e gabuar, totalisht e gabuar goditja Musarajt, që pa tjetër ka luksin për të provuar tilla goditje, pasi rezultatet është qarta zinë favor skuadrës tij, që u heq me 3 gola diferencë ndaj Bassanjës në shtëpinë e këtyre të fundit. Mila. Topi shkon tek Tarek, që është zbuluar nga në djathtë. Ka hapësira për sulmuesin. Mbyllet fund nga Hoxha, dhe topi shkon në fundo në anësore. Jemi drejt përfundimit, thua se gjithë takimit me vetëm 5 minutat ngelura nga koha rregull. Do shikojmë edhe shtesën që do akordoj Gjusaj Çaushi, por besoj e pa vlerë, thjesht për statistika. Topi në fundore për Tafel, duket se ka një pozicion jashtë loje. Ka pozicion jashtë loje për futbolistët e Shirokës dhe duhet kthyer topi në pozicion ku është ekzekutuar fauli. Shimaj Byll Keneta, top që përshkon të drejt e gzon Shimaj. Le kanë ka në majt. Pasimi mirë e ti për Dulin. Vjen Kofuj, cili ka shkëtuar faul dhe ka karton të verdh për të. Pra topi për të ekzekutuar Bebezici dhe Dulej. Mund të shpendohet dhe fantazia të tentojë një goditje në port. Mund të jetë edhe e tillë. Çfarë do konkludoi Dulej? Si duket se më rvru ndoshta për një goditje. Dulej, goditja e tij në port, qëndrohet, nuk kontrollohet mirë nga Tafa dhe vjen momentin e dytë, e mbyll Hoxhaj, ai topi përplasur në tokë. Ja bëj më të vështirë Tafës për të kontrolluar, patjetër edhe pamja e diellit që ndoshta nuk ta lejon 100% pamjes. Gjithçka vjen 0-3. Basanja 0, Shiroka 3. Autorit golev Tarek dhe do pjetë Olamides i zëvëcuar tashma. Të përshkon të Kruqi që tribon aty momentin e dytë. Përshkon të Bebezicin, hyre zone, goditja ati, byllen nga Shimaj. Të përshkon të Dulej që tribon të Pukës, goditja ati me të majtën, e gabuar e Dulejt. Fush. Pas pak momentës fush për Basan Dijon Çelepia, një nga futbollistët premtues skuadrës së akademisë. Vetëm 16 vjeç. Fusha do dal. Kachubela. Eloi Dijon Çelepia.
Musaraj. Pozicion jashtë rejti. Shimaj. Pason tek Ekzon Shimaj. Driblon bukur aty ndaj Lekës. Nuk ka hapësira për pasimin. Gjen në fund Bukën. Topi gabuar i tij, po që shkon sërish tek Shimaj. Që ka siçimin e Musaraj. Topi kthehet pas tek Tafa. Diba mdu ndaj Gjinit. Me të vërtet ka qenë i shkëlqyer sot Diba, por edhe Kenet në qendër brojtjes duke mos lënë asgjë thuajse për Gjinin. Dhe 3 minuta qtes në fundin e takimit. Ka fal të Shimajt dhe karton verdh për të në dëm të Bebezicit dhe zyrtarizohen 3 minuta qtes. Gjithçka tashmë vetëm për statistika në fushën e lojës. Pasi 3 pikët janë në kasafortën e skuadrës së Shirokës. Gjithçka do përfundoj pas 180 sekondash. Peku. Topi gjatë atje në zonë, ku kërkot Tarek që kthen atje me thembër, por lehtë dhe kontrollohet nga Tafa. Kofu. Hoxhaj. Shimaj. Topi gjatë atje për gjetur Çelepije. Bieloruçi. Lesha. Kthen pas për Elbasani. Zë Shimaj. Gjen pasimin për Milen, që ka mbërlimin e rrep të Kenet. Nësia kondusunit për Shirokën. Dulej, pasimi për Tarek, pozicion të rregull, triblon ndaj Tafës, goditja ti dhe në rrjet. Në rrjet. Basanja 0, Shiroka 4. Dopjeta personale të Tarek dhe Olamides. Tashmë gjithçka e zyrtarizuar. 3 pikët në favorin e Shirokës në një transfer që rezultoi më lehtë se ç'duhet për ta. E shpërfituar, Basanja e shpërqendruar. Dhe për të katërtën herë shënon Shiroka. Një takim për të harruar sa më shpejt për Bushatasit. Një takim që as nuk duhet menduar dy herë, patjetër duhet analizuar në detaje, por duhet harruar sa më shpejt jetë mundur. Mila, topi gjatë atje për Çelepien, që ka bulimin dhe eksperiencën kundër të Ruçit dhe vjen në këtë momente vështrima gjyqtarit Çaushi mbyllet gjithçka në Bushat në kuadër të javës 5 kategorisë 2 sezoni 2025-26. Basanja u humbet në shtëpi përballë Shirokës në shifrat e thella 0-4, një ndeshje absolutisht për të harruar nga ana e Bushatasve dhe duhet gjetur reagimi sa më shpejt në ndeshjen e radhës deri në fundjavën tjetër ku Bushatasit do jenë vizitorë në Kuço përballë Naftëtarit. Miru dëgjofshim dhe miru takofshim.